Zoti qoftë me ju. Lehtësimi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Në atë kohë, apostujt ja drejtuan Zotërisë këtë lutje. Na e shtofen, Zotëria u tha, po të kishit fe aq sa është kokra e sinapit, do t'i thoshi këtij mali, shkulu me gjithë rënje dhe mbyllu në det, e ai do t'ju dëgjonte. Cili prej jush do t'i thot shërbetorit e vet që i punon tokën ose i ruan vend, kur të vinë mbrëmje prej fushës, hajde e ulu me të shpejt me tryez, a thua jo përkundrazi, nuk do t'i thot, bëje gati darkën, gjeshu e me shërbesat e hajt e pi unë një herë, e pastaj ha e pi edhe ti? A thua do t'a falenderoj shërbetorin pse zbatoj çka ju urdhërua? Po kështu edhe ju, kur të kryeni gjithë çka ju që urdhëruar, thoni, jemi shërbetor të pavlefshëm, bëm vetëm atë që patëm detyrë të bëjmë. Fjala e Zotit. Sot, tema e përbashkët është feja. Feja. Thot Shën Toma i Akuinit që feja është fillimi i jetës së pasosur brenda nesh. Çfarë do të thënë me pas jetën e pasosur brenda nesh? Që kena lirin për të dhuruar veten tonë, falas, pa me kërku interesat. Thot Shën Gjoni, ne e dim që kena kaluar nga vdekja në jetë, sepse duam. Edhe në këtë sepse duam, çdo person, edhe ata që gabojnë kundër nesh. Kush urren vllaun e vet, kush ka inat kundër dikujt, është i vdekur për brenda, nuk ka jetën e pasosur. Tër feja deftohet qartas. A ke fuqi për me dhuru jetën tënde, për me fal njerëzit? Kjo fjalë që kena dëgjuar sot në Ungjil, me vjen keq që nuk e kena marrë krejt kontekstin. Nëse ne lexojmë 4 rrjeshtat përpara, 4 çfarë thot Krishti, ai është u fol për 2 gjëra që janë të bashkuar. Thot mund të themi ashtu. Kuku për ai që shkakton shkandujt. Edhe pasaj thot, nëse vllau yt me katon kundër teje, 7 herë në të njëjtën ditë, edhe ma shumë, edhe pendohet, fale. Fale. E përballë kësaj fjale, atëherë dishepujt kanë thënë këtë gjë, kanë bërë këtë lutje. Unë të pa veten time, që nuk kanë fuqi me dash ata që me kundërshtojnë. Bile, jemi jaqë mendje me dhejnë, që ndoshta edhe dikush për të mirën tonë na kallëzon diçka e mirë, do me thënë na korregjon, na thot ke gabuar në këtë gjë, edhe kjo gjë na mjafton për ne kena caruar me tjetër. Shikoni sa kundërshtime kena brenda nesh. Dikush na bën një shërbim që na kallëzon një gabim, për kthimin ton, edhe atësarohemi me njerëzit që na kallëzojnë që gabojnë.
Ne që jenë ashtu, që dishepujt që kam par vetën e vetë, kanë thënë, na shto fe. Unë kam nevoj për fen. Me pas pushtet, mbi vdekje. Do me thënë, me pas pushtet, me dhuru vetën time, të tjerve, edhe ku gabojmë kunder meje. Feja nuk është diçka që kena një herë edhe për gjithmonë. Feja është një marrëdhënie personale me Krishtin. Shëmbështetja në dashurinë e tij. Mund të jetë që ndoshta ne shpresojmë që shumica prej nesh kena eksperimentuar të paktën një herë në jetën tonë me përgjigj me të mirën ndaj së keqes. Me beku, me falenderu dikend, dikujt që na ka pa të keqen. Shpresoj që të paktën një herë kena eksperimentu këtë gjë. Ose për shpalljen ungjillit me kënë tallë për njerëzve e me kënë një paqen e në gëzim. Ndoshta ke eksperimentuar një herë. Unë një herë kam eksperimentuar këtë gjë. Kam shkuar në jugot e Shqipërisë, edhe atje me kanë tallme, edhe isha në paqe. Unë që jam një njeri që jam me dhunë, nuk përgjigjem me të mirën. Nëse me godisni një faqe, mos pritni që ta kthej tjetër. Prisni që t'ju kthej një grushk. Prisni këtë gjë. Nëse nuk përgjigjem ashtu, ta dish që Shpirti i Shenjtë është tu vepron. Edhe unë ishem mrekulluar. Unë që jam në paqe, Shpirti i Shenjtë. Por kjo ka ndodhur një herë. Nuk me mjafton, nuk na mjafton këtë punë. Çdo ditë kena nevojë që të jena të mbështetur në Krishtin. Çdo ditë. Ju që jeni prindërit, sa herë në ditë flisni me fëmijët e tu? Sa herë në javë, në muaj? Një marrëdhënie qëndron e gjallë kur ka komunikim. Feja pa lutje, pa me folë me Zotin, nuk ekziston. Se feja është një marrëdhënie gjallë me Krishtin. A flasësh ti me Krishtin gjatë ditës? Edhe a flasësh prej zemrës me të? Ose lutjet e tua janë vetëm kërkesat edhe përsëritja e gjanave si papagall? A flasësh prej zemrës me Krishtin? Leximi i parë, konteksti është populli i Izraelit që është sulmuar prej armiqve. Edhe populli kërkon shpëtim. Edhe Zoti kallëzon këtë fjalë. Sharron ai që i drejt s'është në shpirt. Në sa jetë e feshe vetë, jeton i drejti. Ti dhe unë kena armiq, që nuk janë njerëzit, janë mëkatet, që na sulmojnë që të mos duam të tjerët, që të mos duam Zotin, që të mos krymë në realitetin që kemi, që të mos marrim pryqin tonë, që të jena gjithmonë në murmuritje, tu anku. Nëse ke fe, ti qëndron në kam, sepse ke jetën për brenda, do me thënë dëshmin e dashurisë e Zotit ndaj teje. Zoti me donë, janë tu jetu një kohë vetëmi, janë në pace, se Krishti me donë, Krishti është me mua. A kam vështirësitë ekonomike, janë në pace. Zoti është babi im dhe përkujdeset për mua. Në çdo gjë që ndodh në jetën tonë, nëse ti ke fe, e jeton gjanat në bekim. Duke bekuar Zotin, unë kam parë njerëzit me kancer duke bekuar Zotin. Duke tallë me vdekjen. Për sigurinë që kishin,
për jetën e pasosur, duke bekuar Zotin për punën e sëmundjes. A bekon ti Zotin për faktin që je i semund? Për kryqin që ka lejuar në jetën tënde? Ose thjesht lutesh që ta hek kryqin? Feja është fillimi i jetës e pasosur brenda nesh. Siguria e dashurisë e Zotit. Edhe kjo siguri na lëviz që ne të duam. Edhe sot fjala na tregon dy frytet që na dhuron feja. E kena marrë në pagzimin, si një kokër, por ka nevojë që të zhvillohet, që të rritet, që të gjallirohet. Shempali sot na ka thënë në leximin e dytë, ringjallesh, të përkujtoj të ringjallesh dhuratën e hirit e hyrit, që është në ty. Ka dy frytet që na kallëzon sot. Një, ungjillëzimi. Nëse ke fe, nëse ke takuar dashurinë e Krishtit, di kënd që të don pa mas, që të njeh në thellësi, që njeh edhe mëkatet që ti urren në veten tënde. E të don pa mas, që të mbështet. Dikush që nuk të gjykon, që gjithmonë është me krahët e kapur duke të prytur, edhe kur ti ka bën. Nëse ti ke gjetur këtë dashuri, si mos me pas zjarrin, zellin, për me deftu emrin e Krishtit të tjerë. Shempali të thot, sot neve, duke folur me Timoteun, duke folur me ne, me ty dhe me mu, se sot kena dëgjuar këtë fjalë. Na thot, mos të vi marrë ta dëshmosh Zotin ton, por hiq keq bashkë me mua për ungjill, duke mbështetur, shikoni mirë çfarë thot, jo në forcat e tua, në ndjenjësi që jo, duke mbështetur në fuqinë e hyrit, në Shpirtin Shenjtë. Kjo është feja, që unë nuk mbështetem në veten time, në gjanat, por në Zotin. Kur ne jena në ankth, me frika, ta dim, nuk jena të jetu në fe. Mos besimi prodhon frika. Feja prodhon besimin, do me thënë, unë jam i sigurt, sepse nuk jam mbështetur në veten time, që jam pluhur, nuk jam mbështetur në njerëzit që lëkunden si puna ime, nuk jam mbështetur në gjanat e tokës që dhe lëkunden. Kur ne jena në ankth, është sepse shpresa që kena vendosur, feja jon, mbështetja jon, e kena vendosur në diçka që në momentin është duke lëkundur. Po nëse ke në Krishtin, je i sigurt, sepse dashuria e tij nuk lëkundet. Edhe Krishti ka mposhtur vdekjen. Shempali na thot që asgjë ka mundësi me na ndar prej dashurisë së tij. Asgjë. Nëse je mbështetur në këtë dashuri, je në paqe, edhe nëse ke një kancer, ke mundësi me beku Zotin. Një fryt tjetër që prodhon feja, shërbimi. A shërben ti falas? A mendon ti që Zoti ka një borx me ty? Gjana që ti ben, a ben për me kërku një interes? Sot që ke ardhur në meshën e shenjtë, a mendon që Zoti ka një borx me ty, për faktin që vjen në meshë, që ndoshta ti lutesh, dhe atëherë Zoti ka me ndalu që të ndodhë ndonjë rrezik në jetën tënde. Kena mundësi me jetu të kenurit ton të krishterë, duke menduar që Zoti ka borx me ne. Edhe kjo është një gabim. Nëse ne mendojmë se jena të krishterë për forcat tona, sepse me djerësit tona rusim,
përpiqemi me ardhmë mesh, mu lut ruzare, me pa ndonjë vepër pamilësie. Nëse jetojmë një fen ashtu, nuk jena tu jetu në fe. Dhe kur jena ashtu edhe gjykojmë të tjerët kur ka bojnë. Realiteti është që çdo gjë që kemi është një dhuratë prej Zotit. Fakti që je i pagzuar është një dhuratë. Fakti që ke mundësi me ardhur tu në mesh është një dhuratë. Ne nuk kena ardhur, unë si prift, nuk kam ardhur tu me bërë një shërbim. Unë kam ardhur tu bashkë me ty me kënë shërbyer prej Zotit. Zoti nuk ka asnjë nevojë për mua. Asnjë nevojë që ti të vish në mesh, që ti të lutesh. Nuk ka asnjë nevojë. Ti dhe unë po. Unë kanë nevojë me dëgju fjalën e Zotit. Kanë nevojë me marrë trupin e Krishtit, i vetmi trup që ka shkatëruar vdekjen. Unë kanë nevojë për me hangër mishin e tij. Se nëse nuk e ha, unë do të jetoj për veten time. Nuk kam mundësi me shërbi unë askund. Nëse nuk kam shpirtin e Krishtit, atë ne vim tu që Zoti të na shërbej. Fakti që ti lutesh, a nuk është një dhuratë kjo punë? Që ke mundësi unë si prift, që të jem prift, është një dhuratë. Që të kesh një familje, është një dhuratë. Që ti shkon me punu për familjen tënde, është një dhuratë. A di sa njerëzit kanë dëshirë me pas një familje nuk e kanë. Me pas fëmijët që ti ke e nuk e kanë. Se ndoshta edhe disa herë fëmijët të duken një lojë. Por janë një dhuratë. Edhe në të gjitha këto gjana që Zoti të dhuron, edhe për me shërbi burrin, gruan, fëmijët. Në këto gjana, kena nevojë me mirënjohje ndaj Zotit. Që na mundson me bakët punë. Kur thot Krishti këtu, në fund me thanë, jemi shërbetor të pavlefshëm, përkthimi është e gabuar. Jemi shërbetor të padobishëm. Ti mendon ndoshta që ke fëmijët edhe nëse vdes unë, çfarë do të ndodhë me fëmijët e mi? Do të vazhdoj me jetu. Gruaja ime, pa mua, do të vazhdoj me jetu. Ndoshta do të jetë edhe kënaqur. Do isha ka. Unë që jam këtu, sa prifta kanë kaluar në këtë katedrale, e do të vazhdoj me ardhë. Unë nuk jam i dobishëm, as ti nuk je i dobishëm. Por Zoti na ka thirrur tu. Shpër me kemi falenderim, unë nuk jam i dobishëm në këtë punë, edhe ti o Zot, me përdor për me patë mire. Sa mirë o Zot që kam këtë familje që kam. Sa mirë o Zot që mund të shërbej gruan fëmijët e mi, vjehrën, që kam mundësi me shërby asaj. Sa mirë o Zot që jam këtu në Shqipërinë, që jam prift, burgesh, që kam familje, qa di unë, sa mirë, sepse ti nuk e nevojë për mua. Edhe ata kam mundësi me vazhdu jetën, pa mua, por ti me vendos në shërbimin tënd. Sa mirë je ti. Me kënë falenderues ndaj ti. Sot, a ke diçka për me falenderu Zotin? Shpresoj se po. Tashme që afrohemi ilterit, afrohemi me përbujtërit. Shpresoj që edhe me mirënjohje. Zoti është i vetmi, nuk njoft dikën tjetër, i vetmi punëdhanës që të shërben për para, të mundson për me shërby, të ndihmon në shërbimin tënd, edhe pasaj dhe të shpërblen. Sa bujar është Zoti. Që lëvdu Krishti.